Me datën 27 tretit, diku në mëngjes, kemi qenë në depo me drejtuesin tim dhe ato kemi qenë duke punuar me disa materiale ku e kam kapur një në dorë dhe kam hyrë brenda për ta futur në depo tek raftet. Kur e kam pasur në dorë, nuk e kam vrejtur që ma ka marrë anën diçka nga pesha, por në atë moment me ka ra nga dorë dhe me ka lënduar këmbën e majt. Në atë moment, minjerë kam filluar me pas dhimbje dhe si pas kolegu që ma ka treguar, e kam humbur vedien nga dhimbjet që mi ka shkaktuar. Pas bisedave të më vonshme që kam pasur me ata kanë më vrapuar dhe kanë thirrur edhe autometin dhe me kanë dërguar në Prishtinë emergjencë. Gjendje nuk e kam pasur as pak mirë, si pas tyre që me kanë treguar, me ka humbur